Sonte, në mbrëmjen e shumë pritur, do të ndizen dritat e finales së madhe të Big Brother VIP Albania 5. Pas një rrugëtimi për 120 ditësh, 4 finalistët e reality show më të madh në Shqipëri, Mateo, Rogert, Miri dhe Selin do të përjetojnë natën më emocionuese të këtij edicioni me surpriza dhe momente të paharruara. Produksioni i BBV po punon me profesionalizëm deri në detaje për të sjellë tek publiku një spektakël madhështor që premton të na mbajë mbërthyer para ekranit deri në orët e para të mëngjesit. Regjisori Ergys Lubonja zbulon disa nga risitë e finales, një natë magjike që do t'i shtohet dhe një studio tërësisht e re. Gjëja më kryesore është që janë surpriza të personalizuara për çdo konkurrent finalist. Për herë të parë në Shqipëri punohet me 7 regji njëkohësisht, pra janë 4 regji në shtëpi dhe 3 regji që do të jenë këtu. Pas shpatullave të mia, aty është ndërtuar komplet një studio e re që me hapjen e ledall ju do të shihni krejt një realitet të ri aty dhe çdo gjë mendoj se do të jetë në lartësinë e duhur. Gjej rastin t'i falenderoj pafund, jemi mbi 400 vet këtu që po bëjmë prova, po mundohen të gjithë për të dhuruar një spektakël të paharrueshëm. Vetëm të rinë para ekranit në orën 21:00 do të shohin një magji, tha regjisori i BBV5, Ergys Lubonja. Në një lidhje direkte me edicionin qendror të lajmeve në Top Channel, gazetarja Kristi Gongo ka mësuar detaje rreth kësaj finaleje dhe çfarë ka rezervuar vëllai i madh për publikun. Një mbrëmjen e madhe ku udhëtimi 120 ditor po vjen drejt fundit. Një spektakël i vërtet do shihet sonte. Për herë të parë këtë mbrëmjen do shihet një show i vërtet me 500 dron për të gjithë qytetarët. Gjithçka është gati. E veknia pyetje që mbetet, kush e fiton Big Brother VIP Albania 5? Sonte me Ledion Liçon, ora 21:00 vetëm në Top Channel.